Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicje as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicje tetë shqetësuese nuk provojnë se protagonistët pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shëmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë me dojmos suksesin e reformës në drejtësi. Mirë, pra ky është reagimi i kryeministit Rama, i cili thot sa trimosha me patllake të byros kombëtare të hetimit. Karranga, realisht ky ishte një çështje procedurale sepse dhe SPAK-u reagoi duke thënë që zyrtarët e byros kombëtare të hetimit në momentin që kanë shkuar në kryeministri thjesht janë interesuar për anën procedurale se ku do duhet të lënë armët. Ky më tepër Rama u mor me anën me këtë anë procedurale këtë që shpjegoi SPAK-u apo dha një tjetër mesazh në këtë histori që mos trokisni më në derën e kryeministrisë dhe as mos e mendoni të vini dhe me armë. Po themi kështu, ne nuk e dim. Unë do të thënë që se kohë Rama ka bërë disa deklarata, po lidhe me këtë deklaratën e parë, domethënë që kanë ardhur me patllake, përdori termin patllake, po. Kanë ardhur po me armë. Domethënë këto kanë qenë ka sepse tash arma është pjesë e përbërëse pas ligjit për policinë gjyqësore, të oficerëve të policisë, ata e kanë pas armën me vete, kanë shkuar tek vendi që në djenin time çfarë është diskutuar dhe në media, ka qenë momenti i dorëzimit për masa sigurimi për shtetësen Belinda Ballu. Për Belinda Ballu, masa pezulluese që është quar. Kanë shkuar aty sepse armë personale, çdo person ke ligjin për armët, ke dhe rregulloren për armë, ban përgjegjësi për vendin ku lihet dhe do interesohesh ku lihet një armë. Se arma s'lihet na, je këtu po, na po ta lën dorë ti. Ajo ka rregulla mbajtje armë, edhe rregullat janë strikte edhe të mbajtjes së armës, por kemi parasysh dhe rregullat për futjen në ministri ose kryeministri. Administrimi i ruajtjen po. Ai është i interesuar në ka thonë ku lihet arma, e ka qes tjetër, sa i mund të ketë qes tjetër, ka dhe kamë, sepse mund vija, ai qes mund të ketë qes tjetër, sepse ti shkon në vend tjetër. Sepse po ti kishe humb arma për shembull, po e marrim një shembull. Ka përgjegjësi ligjore pastaj. Mund të ketë penale ose administrative. Dhe një person që ka një send me vlerë, tash nuk mund të paragjykojmë një person që ka drejt të marrë armë, ato kanë drejt të marrë armë. Po. Kanë pjesë përbërëse. Shkoj tash kanë shkuar me armë, s'ka shkuar para, s'mund të them më shkelje që ban armë, është armë shërbimit ose punës. Ja një gjë, kushtetuta kur u ndërtua dhe aktën ligjore. Ka qenë dhe një deklaratë tjetër e Ramës që dje, domethënë, thotë që konkretisht po e lexoj, që arrestet pa gjyq në Xhash në shtëpi në Burg janë bërë si modë vrasë në Shqipëri. Dhe që Shqipëria është bërë vend më shumë për të paraburgosur se të burdosur. Pra, pavarësisht momentit shkaku që zoti Rama e përmendi këtë shprehje, kemi edhe tu cenzurë regjia, kemi faleminderit. Po atëherë thot një fakt i turshëm pasi lidhje me standardet demokratik evropiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht dhe Këshilli i Evropës, kjo dihet botërisht. Unë është herë e parë që e falenderoj kryeministin Edi Rama për këtë deklaratë që ka mbajtur. Është pak e vonuar për hir të vërtetës, por sot burgjet shqiptare ka më shumë të paraburgosur se të burgosur. Pse u dogji tani ta them kështu? Unë e shoh pozitivisht për popullin. I dogji janë motivet e veta. Por sot ke njerëz në burg për 1 gram drogë. Ke njerëz në burg për 4 rrënj hashash, se janë të varfër, janë të marruar, s'dalin dot. Okej? Pra kjo duhet të shërbejë si çank për gjithë që politika ndryshoj ligjet për alternativat e dënimit me burgim, sepse burgjet janë mush plot. E dyta, duhet të ofrohet drejtësi qytetarëve në kohë. Ke njerëz sot që po i plas zemra për drejtësinë. Kanë vite po ende në gjyqjeve dhe nuk po marrin drejtësi. U desh kjo ngjarje, motivet mund të jenë ndryshme pse thot, por fati që e thot kryeministri, unë është herë e parë që e shoh pozitivisht. Pavarësisht se mund të lidhet me një ngjarje tjetër, sot shqiptarët po dërgjin burgjeve.
kaq persona në burg që janë sot nuk ka pas dhe në kohën e Enver Hoxhës. Pra kaq burgje, se ka pas mjete tjera paraluese, ka qenë këshilli i lagjet, gjykatat e lagjet, sot burgu është bot trem. Dhe duhen marrë masa ndryshimi i ligjeve penale, sidomos alternativat e dënimit me burgim, burgimit të shifet si mas fundore ekstreme. Shkurtimisht, shëndërhyrjen e ligj që mund preki dhe spakun dhe gjithë anën tjetër të reformës drejtësi gjykatat. Reforma në drejtësi duhet ndërhyet urgjentisht te ndarjet territoriale, 1. E dyta duhet ndërhy për të marrë masat për me heq 200.000 dosje që janë rrugëve. Spakun e prek, kërcënim për spakun, deklaratat e Ramës? Mendoj se jo. Spaku të vazhdoj detyrën se Spaku ka mbështetjen e Spaku vazhdon detyrën se lë kuvendi, se po ja prek kuvendi me bëjmë votat, nuk e bën dot. Mendoj që do ta vënë vështirësi se është në vendin e detyrës, po me ushtruar ndjekjen penale jo. Nuk ushton masën e sigurimit, po detyrën do ta bëjë. Nëse zvendës kryeminista me një vendim sekuestro i del para dhe mos e bëj, atëherë është ndërprerje e detyrës. Pra në marrjen e provave. Okej? Kështu që këto të marrin provat bëjnë detyrën. Urojmë që të ndërhyjet dhe për me zgjidh hallet e qytetarëve që po enden sot dhe nuk po marrin drejtësi. Po enden siç i futin shkretir dhe nuk po gjejnë fundin. Nuk po e gjejnë qytetin e shenjtë. Ervin Karranxha. E përmbyllim bashkë. Ande, për hir të vërtetës, artikulimi i Ramës mos më ka pëlqyer fare. Pra, çfarë shqetësoi aty? Jo, më ka shqetësuar mënyra e artikulimit që thot trimoshat me patllake. Rama po flitet sikur po flitet në bukq të Nikles dhe jo në kryeministri. Nuk mund të thuash ti për hetuesit e BKH-s trimosha me patllake. Ç'është kjo lloj shprehje? Pra, ti fare mirë mund të thuash që erdhën disa oficer polici gjyqësore ose oficer të BKH-s të pajisur me armë. Se kjo po na le një shije kjo puna patllakës, domethënë sikur po diskutojmë për mejhanet e larta. A përdori Rama mjeshtrinë e komunikimit publik për t'i zbehur funksionet, duke thënë trimosha me patllake dhe për t'i thënë kujdesni tek ky territori kryeministrisë? Ky artikulim nuk është i vlefshëm. Se këta trimoshat do shkojnë prapë Ramës edhe herë tjera. Pra nuk mesazhi i Ramës. Mbaje me këtë që po të them unë ty. Ramës ta trimoshat që thotë me patllake do shkojnë prapë. Pse? Po do kenë prapë punë me Ramën e me ca tjera aty. Ta trimoshat që quhen Rama me patllake. Kurse unë që oficerat BKH-s, hetues BKH-s, oficerët policisë gjyqësore që në bazë të ligjit me policinë gjyqësore kanë drejtën e armatimit dhe në bazë të ligjitar përdorimin e armës. Dhe këta janë në krye detyrës dhe paguhen nga taksat tona për krye detyrën dhe kanë kryer më së miri deri tani. Tani se dalin ca politikanë që kur ju djeg punë atyre, pastaj fillojnë trimosha me patllake, pastaj fillon kemi të burgosur më shumë se të para burgosur, kjo. Atëherë, me që ne jemi, unë dhe Karranxha, për ditë me njerëzit dhe me hallet e tyre, pse ka 10 vite Rama nuk thot që ne duhet ta ndryshojmë kodin penal. Duhet të ndryshojmë kodin procedurës penale për dënimet alternative. Që tani e mori vesh kryeministri që këtu janë më shumë burgosur se para burgosur se të burgosur. Mos e lan spakun të binte në gabim për të bërë ndryshime. Jo, nuk ka lidhje. Por ti nuk mund të thuash shqiptarëve sot, si kryeministër, që sot, sepse mos harrojmë, kryeministri ka një ministri drejtësijet, ka drejtorin i përgjithshëm burgje dhe e di se sa janë burgosur dhe para burgosur. Raporte çdo muaj. Po, raporte, se ti nuk mund kujtohesh mas 10 vjet thuash shiko, ke 12 vjet pushtet dhe thuash tani shiko ka më shumë para burgosur se të burgosur. Po kush e ti deri sot? Kush të ndalon ty që të bësh ndryshimet në kodin penal? Askush. Atëherë, vullneti politik i joti duhet pasuruar të qytetarët e Shqipërisë. Sepse jo kur të ty vinë të marrin Belimba Vllukun, të pandehur, thua tani janë më shumë para burgosur se burgosur. Jo kur vjen të merr Lefter Kokën ty, Elir Beqen, Semir Tahirin e tjerë me radhë atje, pastaj ti kujtohesh që pas ka më shumë para burgosur. Po për këtë qytetarët e thjesht, kush kujtohet? Po për gjyqje që po për njerëzit e varfër, kush kujtohet? Po për para burgosur dhe të burgosur që kanë ushimin në burgje, kush kujtohet? Kush do të kujtohet? Fjali e fundit edhe përmbledhimi i vaj. Shikon ndryshime të mundshme në reformën drejtësi apo jo? Preket Spaku apo jo? Jo. Spaku nuk pret, Spaku ka mandatin edhe 3 vjet, ta prokurori do jenë edhe 3 vjet. Ky institucion nuk do preket, jo se prekin ta. Po pse kush nuk e prekin sonte. Nuk e ata për të oqeanit, po tjetër për këta e shkrin sonte. Se kjo është ajo që. Rama me Berishën bashkohen sonte dhe shkrin. Se ta kur ju vje ujë e vetja e shkrin. Se nuk e kanë menduar kështu. Ta kanë menduar thjesht, ta kanë menduar që do bëjmë reformë drejtësisë na kërkoi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kanë harruar që dardha kanë bishtin mbrapa, sepse vetë fjala prokurorisë speciale për çfarë është ndërtuar? E di ti shumë mirë.
për korrupsion e zyrtarëve të lartë dhe për krimin e organizuar. Nuk është bërë për mua për ty, prokuroria speciale. Pra, këta tani u kujtuan që prokuroria speciale kur vit merr gurë të shahut aty afër tejet dhe të jep shahmat, atëherë ti kujtohesh që këtu po shkel, cilat drejta njeriu ka shkel prokuroria speciale deri më sot? Asnjë. Do themi diçka që ose lejon. Prokuroria speciale dhe gjykata speciale në disa raste ka bërë vetëm disa gabime, dhe ta them unë edhe me plot bindje dhe e kam thënë dhe po e them prapë. Që për disa, si thot Karanxha, disa faker me 4 bim, me 100 bim, çka garanci kanabis sativa, i bashkojnë gjithë bashkë dhe i bën një grup të strukturë kriminal. Për mua kjo është një gabim i prokurorisë posaçme. Ka duhet të heq kjo metodë. Okay. Nuk mundesh që ti. Sugjerime janë. Jo, sugjerim pra, nuk mundesh. Jo, po s'ka sens. Nuk mund të thuash grupi strukturë kriminal kur ai nuk ka hajë të shtëpia. Nuk mund të thuash organizatë kriminale kur ai ka vetë 2 fëmijë të mitur leton me lop. Pra, kjo prokuroria speciale duhet të hetoj. Ora handi sa xhiron. Çfarë tavësh ka? Çfarë banesët ka? Me çfarë punon? Me çfarë jeton? Çfarë makinet? Ku? Si? Tavëra që ka. Dhe gjitha këto përmbledhen në atë që quhet politikë penale sociale. Dhe këto duhet shpallës më kompetencë dhe të qosh drejt prokuroritë e zakonshme ku janë që nga Shkodra deri në Gjirokastër. Edhe në gjendje të tjerë, jo të kalme njerëz të tjerë. Këtë e kam pranuar vetë, pranoi dhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, i cili gjatë raportimit në kuvend pati një lloj reflektimi, le të themi, është pozitiv.